Mos i përdorni hithrat nëse bëni pjesë të këto grupe të njerëzve. Hithrat djegëse janë të sigurta kur konsumohen si ushqim ose aplikohen në lëkurë. Megjithatë, në disa raste shkaktojnë probleme me stomakun dhe djersitjen. Ndërkaq, kontakti i tyre drejt për drejt me lëkurën mund të shkaktojë irritime të kësaj të fundit. Por kush janë personat të cilët duhet të tregojnë kujdes me përdorimin e hithrës? Personat të cilët vuajnë nga diabeti dhe marrin medikamente për trajtimin e tij duhet të konsultohen më parë me mjekun e tyre pasi mund të nxjisë edhe një ulje shumë të madhe të sheqerit në gjak nëse aplikohet bashkë me medikamentet. Grashtat, zana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji nuk duhet të përdorin hithrën pa mbikëqyrjen e një eksperti, pasi ajo mund të nxjisë kontraktime dhe të shkaktojë edhe humbje të qumshtit. Nëse vuani nga tensioni ulët, mos e konsumoni hithrën pasi mund ta ulë më shumë tensionin tuaj. Nëse keni probleme me veshkat, duhet të tregojeni të kujdesshëm gjithashtu me përdorimin e hithrës. Në raste të tjera, nëse nuk merrni medikamente, është e mirë, sipas UETMED, që të konsumohet edhe në formë të rregullt.